Ky aksident ka ndodhur rreth orës 10:30 të së premtes në oazën lindore të qytetit të Shkodrës në segmentin pranë stacionit elektrik Shkodër në lagjin Skënderbeg. Një person është gjetur i rrëzuar dhe pranë tij ndodhej një motocikleta me të cilën ai kishte qenë duke lëvizur. Siç tregojnë dhe pamjet filmike, mbërritja e policisë rrugore dhe autoambulanca u shoqërua me veprime përkatëse që kryen në raste të tilla, duke nisur nga dërgimi të plagosurit në spital për të dhënë ndihmën e shpejtë mjekësore dhe duke vijuar në hetimin e rrethanave të aksidentit. Qytetarët e mbledhur në ngjarje nuk arritën të identifikonin të aksidentuarin me përjashtim të njërit prej tyre, i cili dyshonte se ai ishte nga ato plana dhe banonte në Kuç. Nuk kam duket mirë se këtu se njofta mirë, po mbas çadi motorri se nuk e di mirë. Për Lekvive është origjinë. E ku rrin? Në Kuç më duket ka dalë se ka pandajtë urrëthime tash në Kuç. Ndërkohë, lidhur me këtë rast, policia e Shkodrës njoftoi se rreth orës 10:30 në lagjin Skënderbeg, shtetasi PA 30 vjeç duke drejtuar motomjetin e tij, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit dhe si pasojë është vetrëzuar. Si pasojë e aksidentit është dëmtuar drejtuesi i motomjetit, i cili ndodhet në spitalin rajonal Shkodër në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sharrimin e rrethanave të aksidentit, bën të ditur policia, ndërkohë persona që pretendojnë se ndodheshin në vendngjarje në minutën e parë pas aksidentit shprehin shqetësimin se autoambulanca duhet të kishte mbërritur më shpejt në krahasim me kohën kur ishte dhënë njoftimi, një problem që mbetet për tu verifikuar.